veç diplomat e shkollës që kjo Albeni, që në mos e dhënshme, e ka pronë shkollë me Shqipëni që dollen, këj ka koptin, zash për pështethe trupi, për drejtori mas shkolle, e në për Kallamëqe, e u ike u dorë në Zabele atje, e ja u ka pështu diplomat. E sëtë se përmen kush, jonën e kumë pas të zi, u që kesë, kjo u ikë, jonën u shkua 17 djetë me morë rarë me 3 muaj se këna dita e gjalla i dekë, për Shqipni. Me morë rarë me vullnetisht, asë këna ditë që në gjallë konë. Vitet po eknen, e fëmijet e saj po rriteshen, disa në mërgim e disa pran vetës, derisa u erdhi koha për martesë. Kur bie fjala tek martesat, Fatimja tregon se si kishte zgjedhur vetë nusën për njërin nga djemt e saj, Arbenin. Ta ne martua për herë mas lufte, ja gjetëm nusën për 2 muaj morëm. Kur sa arrej, shkëva me këqyrë nusën, hajde me këqyrë, hajde. Ku kreni me këqyrë këtë nusë? Holla vetë. Holla vetë, edhe këta për autët nusët babës, qështë ta ka me marë. Nuk zgjidhe, si në shku që të tërkon. Edhe tëpëm, shkëva me këqyrë, besej zëtë të mund qeku të këkononën, mëtërën krejtë, se s'jam të rejtë, ka me dekë, valloj s'më dakë, se kjo u konë farti mirë, u konë hishëm, tepër u konë, edhe hishë farë s'më dakë, po që me banë, inshallah ka të mira. Ka u këthim për ma bojnë ata burri ai njëri, kisha maj malë. Kësharini biks, që shtë dëk. Ashtë më dëk, së dy jo me qitin kërë. Ashtë dëna me marë. Pse, që shka shpejt. Kismet për Allah, inshallah, ishe në gjinja mirë, e s'ne qortin, së dy jo kena me marë. Ashtu më tek. Se kër erdhëm këtu, Arbeni erdhë, për unë i pare, i bletëm tanë në senet me rrimë. Më dhimë ke, dhe isha kje kalablak atje, ma ndryshe, për herë mas lufte, është veç dë me marë. Pasha zëtë kryove i shkum, e i qyva, burën edhe qatë zëtën e shpisë, në thanë për foqën e borë dhe postë, bobaj vetë. Për tha se o qorti kur, me qef ja ku më, me qef keni me marë. Ty bëne qorti. Kur djevë dhe mi se kanë gjepë për konontish mëtër. Për mëtër e kanë doshtë. Në këtë nërë i në